Kryeministri i Maqedonisë Veriut Christian Mickoski ju është përgjigjur kërkesës së kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes, ku ky i fundit ka kërkuar takim liderësh. Mickoski tha se tema është shumë serioze për të diskutuar në mediume. Për një takim të liderëve, kjo është një temë shumë serioze për të diskutuar publikisht. Nëse ndjen të nevojshme të më informosh dhe të më njohësh, jam gjithmonë këtu për tema serioze. U lë në dorën e tyre, jam i gatshëm të pranoj çdo gjë nëse ka tema serioze. Ndërkaq, për Mickoskin, aktualisht është i papranueshëm propozimi i liderit të LSDM-s Venko Filipçe, që të garojnë me kandidatë të përbashkët për kryetar të komunës së Koçanit në zgjedhjet lokale, pas tragjedisë që e goditi këtë qytet. Unë nuk do të merreshem atë lloj politike, ende nuk janë shëruar plagat nga tragjedia e tmerrshme dhe tani duhet të mendojmë për një kandidat të përbashkët për Koçanin. Kjo do të shkaktojë dhimbje shtesë për njerëzit që humbën të dashurit e tyre. Nuk kanë kaluar ende 40 ditë nga ajo ngjarje. Kujtojmë se kjo ide e Filipçes se vjen pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi në natën e 16 marsit, ku diskoteka Puls në Koçan u përfshi nga flakët, ku mbeten të vdekur 59 persona, kryesisht të rinj dhe mbi 190 persona u lënduan.